Drama Pjata prej Druri do të përfaqësojë qytetin e Kukësit në edicionin e 30 të Festivalit të Mbar Kombëtar të Teatrove për Fëmijë, Një mbi një dritaret, i cili do të zhvillohet në qytetin e Beratit. Një veçanti e këtij prezantimi është fakti që të gjitha rolet mashkullore në shfaqje do të interpretohen nga vajza. Kjo zgjedhje vjen për shkak të mungesës së interesit nga ana e djemve për t'u përfshirë në teatrin për fëmijë, siç bën të ditur Arieta Rexhepi, përgjegjëse e teatrit për fëmijë në Kukës. Besoj që si vjet me këtë dramë, se kemi një dramë të shkruar nga Edmond Morris dhe vënë në skenë nga Gzim Kame për herë të parë në Shqipëri. Unë kam përzgjedhur vajzat. Pse ka qenë kjo arsyeja? Se nuk ka pas interes nga djemët. Vajzat, grupin që kam formuar kam që 4 vjet, janë shumë të mira, të përkushtuara. Shpresoj këtë vit kam punu shumë, gati 3 muaj, edhe pas mësimit kemi dalë në jashtë orareve të punës, mas dite. Si vjet shpresojmë që të dalim me fitore, të vim me çmimin e madh. Aktualisht, vajzat që marrin pjesë në dramë janë duke zhvilluar provat e fundit, ndërsa tregojnë me entuziazëm rolet që do të interpretojnë në festival. Ku ne do të performojmë shfaqjen Pjata prej Druri në Berat. Kjo është hera ime e parë që marr pjesë në një nga shfaqjet, por jo hera e parë që aktroj, pasi kam marrë pjesë në shumë aktivitete të tjera. Unë kam rolin e Samiut dhe është shoku i gjyshit, ku mesazhi i kësaj pjese është edhe që t'i japim një dorë këtyre të moshuarve, pra të ndihmojmë sa më shumë. Sepse duke lidhur edhe me aktualitetin, është një rol i luajtur nga aktoreja e madhe Raimonda Bujku, cila është pjesë e juris në Berat. Shpresoj që këtë herë të kthehemi me fitore, pasi kemi dhënë shumë për këtë pjesë, kemi bërë prova gati 3 muaj. Faleminderit Zyshës për punën që ka bërë dhe inshallah fitojmë. Pjesën Pjata prej Druri kam rolin e gjyshit, Lonit. Pjesa flet për gjyshin të cilin duan ta largojnë nga shtëpia, nusja dhe biri i tij. Dhe kjo pjesë është shumë dramatike, por jep edhe një mesazh shumë domethënës, i cili është duhet ju zgjatim një dorë brezit të tretë, dhe gjithashtu rol kryesor ka edhe mbesa e gjyshit, e cila gjithmonë kujdeset për gjyshin dhe nuk ka dëshirë që ta largojë gjyshin nga shtëpia. Në këtë pjesë, Pjata prej Druri, unë kam rolin e mashkullit, Genit, duke qenë se çunat nuk janë mjaft të interesuar për teatrin. Për ne vajzat nuk ka qenë mjaft e lehtë për të marrë përsipër këtë role, duke qenë se duhet përshtatemi edhe me mënyrën e intonacionit, por edhe me lëvizjet që bëjnë djemt. Marr pjesë si aktore në teatrin Pjata prej Druri, që do të performohet nga ne në Berat, dhe shpresoj të kthehemi me fitore, sepse është një dramë shumë emocionuese dhe unë kam rolin e Genit. Festivali Një mbi një dritaret bashkon fëmijët nga e gjithë Shqipëria të moshave nga 8 deri në 16 vjeç dhe është kthyer në një ngjarje të rëndësishme për promovimin e talenteve të reja në artin skenik. Festivali do të zhvillohet gjatë javës së fundit të qershorit.